kisha e Shën Trifonit. Udhëtimi jonë në zonën e Myzeqes vazhdon për në një tjetër kishë. Jemi pikërisht në kishën e Shën Trifonit, një kishë e cila daton rreth vitit 1804. Duket, për nga tiparet e saj, që mbart vlera të mëdha historike dhe arkitekturore. Por, për të dhënë më tepër argumente, data dhe fakte historike rreth saj, do të na flas historiani Ilirian Gjika. Zoti Ilirian, këtu jemi në hajatin, po e quajnë në gjuhën popullore, apo në portikun e kishës së Shën Trifonit. Është një kishë që ka një specifik të veçantë, për cilën duhet të ndalem më vonë, por jemi pikërisht në hyrjen jugore të kishës, në hyrjen që vjen nëpërmjet portikut, një hyrje me qemer, një traditë ndërtimit të kishave post-bizantine ose pas-bizantine në shekuj 18 dhe 19. Këtu kemi dhe 3 mbishkrime, të cilat janë mbishkrime që nuk janë trajtuar, nuk është kujdesur njëri për to, dhe po të shofësh, mbishkrimi më i ri dhe i fundit, ai që është më afër dorës sime, është dëmtuar. Ndërsa mbishkrimet e tjera janë mbuluar nga një shtresë e trash gëlqereje. Mbishkrimet kanë vlera të jashtëzakonshme historike. Mbishkrimi i parë, të cilin e gjejmë të përkthyer nga studiusi më i mirë shqiptar Theofan Popa, për sa i përket mbishkrimeve dhe arkitekturës së kishave të Shqipërisë, në librin e tij, Mbishkrimet të kishave të Shqipërisë, i ndjeri studiusi që citova Theofan Popa, boton dhe mbishkrimet e kishave të Sheqishtes dhe këtë pikërisht ku ndodhemi ne të Shën Trifonit. Tek përshkrimi më sipër më thuhet 25 mars 1804 është ndërtuar kisha, kur kujdestar ishte Llazari Mshtari, dhe me dorën e mjeshtrit Konstantin Koliçi u ndërtua gjithë kisha dhe ikonostasi. Shënimet e ka bërë Jani Çanga, i cili mund të ketë qenë një nga njerëzit që merrej me kishën, mund të ketë qenë prifti i kishës, ose mund të ketë qenë një nga mjeshtrat që ka punuar me kryemjeshtrin Konstantin Koliçi. Pra kisha është rindërtuar në 1804. Pse them është rindërtuar? Sepse mauzoleumi i Shën Trifonit, pasi kjo kishë është dhe mauzoleum, dhe kishat në formë mauzoleumi janë ndërtuar qysh në antikitetin e vonë, ku persona të rëndësishëm që ishin shenjtor, që ishin shërbyes të klerit ose që ishin njerëz të përkushtuar dhe kishin kontribute në klerin kristian, për tu glorifikuar, për tu adhuruar, varroseshin brenda kishës. Dhe ne do ta shohim se ku është varrosur shenjti Trifoni, i cili përket vitit 313, po atë vit ku perandori Konstantin i Madh, perandori romak, pasi dhe kjo pjesë e territorit për cilin ne po flasim, bënte pjesë në provincën e Epirit të ri, me qendër Durrësin, dhe ishte një nga 4 provincat e Ilirisë që takonte perandorisë romake.